Dhe tashmë kemi në studio të ftuarin tonë zotrin Rizan Shala, ekspert I sigurisë. Kishim planifikuar që në një lidhje të drejtë për drejtë të kemi edhe zotrin Skënder Bublaku, ekspert I ujrave, të cilin në këtë pikë të takimit tonë kemi të pamundur që të arrim të krijojmë një lidhje me të, si duket ka telashe me telefonin. Gjithsesi, për atë çfarë u tha në fundjavë së pari nga Zelenski që ata vazhdojnë me I qëndru besnik ati opinioni që Ukraina nuk do të ndryshojë qëndrimin për Kosovën, pra që nuk njeh pavarësinë e Kosovës, dhe njërin prej pretendimeve që në fakt është njëra prej temave që është folur disa herë dhe është komentuar në vazhdimsi, është mundësia e rrjedhës së Ibrit. Ka qenë presidenti I Serbisë Vučić, I cili ka thënë se autoritetet serbe po shqyrtojnë mundësinë e ndryshimit të rrjedhës së lumit I bërë në territorin e Serbisë, duke I lidhur këtë me, siç u shpreh ai, trajtimin e serbëve në Kosovë. A ekziston vërtet një mundësi e tillë? Cilat janë rreziqet me cilat po ballafaqohet Kosova në këtë kohë ku vëmendja është tek problemet politike, dhe nëse veç bazohemi në ato që e tha dhe zotri Bajraktari, bie që nuk kemi një zot shtëpie tamam në detyrë, të gjitha këto do t'i diskutojmë me zotrin Shala. Faleminderit shumë që jeni sot këtu me ne. Përshëndetje, kënaqësia imja. E mendoja që këtë çështjen e Ibrit ta diskutonim fillimisht me zotrin Skënder, por me që nuk e kemi në këtë lidhje të drejtë për drejtë, po parafrazoj disa prej komenteve që bëm me të. Ai tha që Serbia nuk mundet me ndalë rrjedhën e lumit Ibër, është diçka e natyrshme që nuk mund të ndodhë. Prej njohurive që keni, prej informacioneve që keni, ka vërtet një rrezik real të kësaj gjëje? Dëgjoj tash dona ne do duhet ta trajtojmë në dy drejtime që është janë në deklarimet e Aleksandr Vučić. Në drejtimin politik ai ka të drejtë të jep qendrim politik. Sepse dihet që përpos luftës klasike konvencionale ekziston lufta hibride, elementi I luftës hibride është lufta psikologjike. Pra ne dimi që pjesa mbi 60% e territorit të Republikës Kosovës, burimin e saj të ujitjes, qoftë të pijes apo të ujitjeve apo edhe termoelektrana, bazohet kryesisht nga liçeni I ujmanit. Ku themi termoelektrana është 100% është e mvarur nga ajo, edhe kjo me automatizëm paralizon dy elemente esenciale të sigurisë nacionale, pra të infrastrukturës së sigurisë nacionale, ato të ujitjes dhe të furnizimit me energji elektrike, sepse mungesa e ujit për termoelektronën do thotë shkëputje nga sistemi I prodhimit elektroenergjetikës. Pra ky është qëndrimi politik I tij që ai ka të drejtë ta bëjë, sepse efekti dhe impakti psikologjik ai dëshiron dhe percepton që e arrin efektin e duhur. Kemi edhe disa elemente teknikalitete. Unë do kishte më së miri eksperti I ujrave ta trajtoj këtë çështje, por janë të harmonizuar me norma, me konventa, është 1992, pra është janë ligjet ndërkombëtare që rrjedhën natyrshme të ujit nuk mund ta devijosh. Imagjinoni në mënyrë analogjike ta marrëm Danubin ose Rajnën. Rajna është një nga lumet më të mëdha të Gjermanisë. Imagjinoni Gjermania më thënë ne nuk dëshirojmë ta lejojmë që ujërat e Rajnës të devijohen, të shkojnë në shtetet fqinje me të cilat ajo ka rrjedhën e saj të natyrshme. A mund të ndodhë një gjë tjetër? Nuk mund të ndodhë, sepse janë të përcaktuara çështjet përkatëse tek teknikalitetet e caktuara. Çështja e dytë është çështja e devijimit të një lumi që ka një rrjedhë natyrore. Do të thotë impakti drejt për drejt në mjedis dhe në çështje gjeografike. Një ndryshim I rrjedhës me automatizëm do kishte me ngrit nivelin e Bashkimit Evropian për të kërkuar dhe për të vendosur sanksione të ashpërta sa përket mbrojtjes së ambientit, sepse janë të përcaktuar qarta dhe këto elemente. Ana e tjetër e cila është në logjikën ekonomike financiare është e papërballueshme. Pra shkëputjen apo devijimin e rrjedhës së një lumit të Ibrit në këtë rast, dhe të kalon në Vardar, apo në pjesën e anër tjetër të Serbisë, apo në pjesën e Maqedonisë, pra është pothuajse e pamundur, sepse do të kushtonte me triliona dollar, sepse do duhet bëhen kanale të thella, tunele të ndryshme. Pra gjitha këto, nëse e analizojmë as sheiket apo Emiratet e Bashkuara apo kushdo nuk mund ta kishte mundësi të përballojë në aspektin financiar një devijim tjetër. Pra do të ishte shumë e kushtueshme përse. Por efekti është I arritur, sepse ne po e trajtojmë temën. Pra efekti e Aleksandr Vučić është arrit në aspektin psikologjik, sepse me automatizëm në të gjitha mediat e Republikës së Kosovës është trajtuar ky informacion dhe ky lajm që Serbia po devijon rrjedhën e lumit të Ibrit. Pra ka pasur terma
tepër të ashpërta që në fakt janë për konsum, për klikim, që në fakt në përbërjen edhe elementin në thelbit atij informacioni nuk përputhet. Por që efekti është arritur dhe kjo mendoj që do duhet të përqohet dhe të kuptohet edhe në aspektin politik. Pra, Aleksandar Vučić, qeveria aktuale e Serbisë, është pra një dilemë të madhe. Si ta trajtoj Kosovën, si ta trajtoj pjesën veriore që ka trajtuar deri më tani, në kuadrë të sistemit të saj mbikëqyrës përmes strukturave kriminale, struktura paralele të instaluara, strukturave zyrtare të Serbisë që kanë vepruar dhe operuar në pjesën veriore, si ta bëj që veprimet e institucioneve të Kosovës atyre hetimore dhe inteligjente me gjetjen e varrezave masive, kjo është një goditje në aspektin politik ndërkombëtar të Serbisë. Prandaj këto deklarime bëhen për të shpërqendruar dhe vëmendjen, por njëkohësisht ta jep me kuptuar që infrastruktura kritike duhet jetë shënim dhe pikëkyçe nevrologjike e sistemit të sigurisë të Republikës Kosovës për të shtuar masën e vigjilencës, sepse nëse kemi një deklarim, çfarë do thotë veprimi? Ndoshta deklarimi është shumë më i ashpër se sa veprimi që mund të ndodhë në terren, apo ndoshta deklarimi është shumë më i butë se sa mund të ndodhë në terren të armën, a mund të kemi sabotazh mbi sistemin ujmor, nëse e konstaton që ja ne nuk mund ta bëjmë një ndryshim të kësaj rrjedhe të lumit Tiber, sepse faktorë ndërkombëtar ne jemi si shtet parafrazoj Serbinë, kuptim, ne jemi si shtet që respektojmë normativën ndërkombëtare, pavarësisht që ata nuk e kanë respektuar tërësinë territoriale të Serbisë mbi Kosovën, ne nuk do të bëjmë një gjë të tillë, por më pastaj janë pika që do thotë mund të kemi sabotazhe mbi digën e liçenit ujmanit. Cili do të ishte një skenari më shumë? Që të shoh, në pjesën veriore tani me strukturat e Serbisë të cilat kanë ekzistuar më herët në formën vizuale, në formën e prekjes nuk janë më ekzistente. Po punës të organizatës në formën vizuale, nuk kupton që në një formë mund të jenë? Serbia, ne tani e shohim veprimet hetimore që bëhen policia e Kosovës në bashkëndim me qytetarët e komunitetit serb, në bashkëndim me institucionet tjetër të sigurisë, informacione të ndryshme për depot, për magazinat të ndryshme ku vendosen qofshin armë, qofshin uniforma të ndryshme. Pra kjo është më thonë se vizualisht Serbia tani ka të pamundur të ketë një prekje të strukturës së saj në terren. Pra i mungon struktura në terren. E ka vetëm përmes formës hibride, po përmes formës së vendosjes së kamerave në pika të ndryshme, por të pojnë të nërare të ndryshme të institucioneve përkohëse. Prandaj gjitha këto mund të na vinë në një situatë se Serbia gjatë periudhës që kemi lënë pas 2025 dhe fillimit 2026 është një çështje e cila nuk është trajtuar asnjëherë në formën se si duhet trajtohet. Shumë qytetarë të Republikës së Kosovës nga komuniteti serb janë duke kryer trajnimet e tyre ushtarake në Serbi. Kjo është shqetësuese. Pra kemi qytetarë të Kosovës nga komuniteti serb që i kanë pranuar thirrjen me pozitivitet që ta kryejnë shërbimin e tyre të detyrueshëm apo shërbimin e kemi qoftë edhe një reagim të vetëm nga institucionet e Kosovës. Këtu është problematike, pra këtë do duhet sepse ne me vedije të plotë apo me një informacion të vetëdijshëm se po kemi qytetarë të një shteti që janë të Kosovës, shkojnë dhe trajnohen një shtet që ka pretendime territoriale mbi Kosovën, i trajnon territë të Kosovës nga komuniteti serb në përdorim të armëve, taktikave të ndryshme. Dhe kjo më pastaj e nënkupton atë rikthimin asoj vizualitetit të asoj strukture kriminale që Serbia ka përdorur përmes formës e kamuflimeve të ndryshme. Pra në një formë, Serbia prap po kthehet edhe në këtë formë vizuale. Serbia po investon, Serbia po përgatit, Serbia është duke pa në rafshin të deklarimit pas vizitës së Zelenskit në Beograd, me të drejtë që potencuar çështjet edhe të deklarimit të Zelenskit, po më shqetësues ishte fakti deklarimi i Aleksandar Vučić që e potencoi disa herë madje edhe mediumet të ndryshme evropiane kapën si element, pra si potencoi faktin që Evropa është para një lufte më të gjerë, pra para një lufte që deri më tani nuk është parë. Dhe kjo në qoftë se fillojmë të bëjmë deduksionin apo edhe induksionin, ne vrem dhe kuptojmë dhe akceptojmë që trajnimi i strukturave serbe të komunitetit serb në Kosovë, të rinjve në Serbi, përgatitet edhe në njësitë Kobra, pra njësinë speciale të ushtrisë së Serbisë, pra pranohen nga komuniteti serb. Gjitha këto e kupton që Serbia përgatit një ushtri në territorin e vet, me gjithë të njohuritë e mundura, që më pasaj ata të rritë dhe të reja do të kthehen në Republikën e Kosovës, sepse në shtetas të Kosovës, dhe këtu do duhet jetë pjesa e atij konfrontimit, ta themi, legislativ, normativ, sepse ne do duhet mendojmë që çojmë dhe që shpallim këta persona
personat të padëshiruar në Republikën e Kosovës, pavarësisht që janë shtetas të Kosovës, ne duhet ndërmarrim veprime konkrete. A kemi pas raste të kësaj natyre në të kaluarën? Ne gjatë vikendit që kemi lënë pas, me sa më kujtohet në raportin 24 orësh të Policisë së Kosovës, është potencuar që një qytetar nga komuniteti serb i cili punonte në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Serbisë, me të hyrë në pikën kufitare në Jarin apo në Brnjak, përsaktësisht nuk e kam të qartë në cilën pikë, shteti, Ministria e Punëve të Brendshme të Republikës së Kosovës ja ka të rrigu shtetësinë. Pra nuk e ka ligu fare të lëviz në drejtim të Republikës së Kosovës. Pra kjo do duhen të jenë veprime konkrete, sepse në fund të fundit infrastruktura, sepse të gjitha këto e dona lidhen në infrastrukturën. Pra imagjinoni ne kemi patur një sabotazh në kanalin e nivel Lepensit. Ne dimi shumë mirë në ka qenë viti 2025 apo 2024 në nëntor. Pra e dëshmon faktin që Serbia insiston matin pulse, matin paktet dhe me pastaj këto do duhet shqyquar se si do t'i përgjigjëm në si shtet dhe si institucione. Dhe do doja para se të flasim pak më shumë për krejt këtë politikën që në fakt është politikë në vete që po bën Serbia, do duhet ndalim edhe tek një element tjetër sa i përket lumit Tibor, me që vëmendja është shumë e madhe dhe kurreshja e njerëzve është shumë e madhe, po edhe frika në të njëjtën kohë. E përmendit edhe ju, këto bëhen me qëllim këto deklarata. Çfarë mundet me bë konkretisht përveç kësaj që nuk mundet me ndryshua se si rrjedhën e ujit të lumit Tibor? Ekziston mundësia e formave tjera të kontaminimit të këtij uje? Çështja e kontaminimit të një sasie të tillë milionçe kub ujë është thuajse e pamundur. Okej. Sepse është njëra prej tezave që diskutohen. Sepse imagjinoni ne në sistemin e përdorimit dhe përpunimit të ujit kemi senzora, kemi filtrat të cilat janë shumë të ndjeshëm sa përket elementeve, substancave të ndryshme që mund të jenë në ujrat të cilat derdhen në drejtim të sistemit të ujitjes, pra ku bëhet e filtrimi dhe më pastaj shpërndarja në rrjet. Pra një gjë tjetër nuk mund të ndodhë apo për ta kontaminuar liçenin ujmane do duhet me miliona litra helme dhe kimikale të vendosen ato dhe kjo më pastaj bëhet pa u diktuar dhe pa u vërejtur është e pamundur. Pra në këtë aspekt nuk mund të ndodhë një gjë tjetër. Çka mund të ndodhë? Çështja e dëmtimit të infrastrukturës fizike, pra dëmtimit të gypave të shpërndarës, dëmtimit të pjesa e murit mbrojtës të liçenit ujmanit, dëmtimet të ndryshme, tentativa për të vendosur edhe elementet të cilat mund të dëmtojnë strukturat tona të sigurisë të cilat bëjnë patrollimin mbi liçenin ujmanit. Pra gjitha këto janë të mundshme. Nuk do të thotë që do të mund të ndodhen, po janë të mundshme në aspektin e veprimeve të cilat shteti i Serbisë tani më hapërazi e ka shënjezuar si hapësirë manovrime të strukturave të saj të sigurisë dhe mbrojtjes. Dhe të flasim tani për Zelenskin. U largua ky billboardi i madh Free Ukraine në kryeqytet, pati një reagim të menjëhershëm, deklarata të zotërit Rama, të zotërit Kunjuca, të zonjës Haxhiu. Pritej një qëndrim, një reagim i tij në Beograd? Po, sepse në shoh që kthehemi retrospektivesh, kemi tani më një qëndrim, më lejoni ta elaboroj. Moska zyrtare potencon pas aneksimit të rajoneve Donbas, Luhansk e pjesës së Krimes, e potencon analogjinë me çështjen e Kosovës dhe shkëputjes së saj që është bë nga territori i Serbisë dhe njëja nga si vendim dhe nga ana e GND-s. Pra qartazi Rusia e bën këtë analogji dhe hap këtë kuti të Pandorës për një mundësi të tjera reale faktike ndërkombëtare për një narrativ të tillë dhe Beogradi ishte në atë periudhë i ashpër sa i përket ndaj qëndrimit të Moskës zyrtare dhe si rezultat i asaj patëm një plesaritje apo një shkenditje të qëndrimeve sepse po flitet për një shtet, Rusia flet për një shtet i cili është lojal ndaj politikës së Moskës zyrtare dhe Moska zyrtare e godet Serbinë duke ja njohur de facto Republikën e Kosovës si pjesë e shkëputjes nga territori i saj. Në aspektin e analogjisë për folim. Pastaj, Serbia e mban qëndrimin që Kosova është pjesë përbërëse dhe integrale e sistemit kushtetues politik dhe
toksor të Serbisë, është në rrugën dhe në analogjinë apo në narrativën e Ukrainës zyrtare, që thotë që asnjë pjesë e tërësisë territoriale të shkëputur apo të aneksuar nga ana Moskës zyrtare nuk mund të akseptohet si shkëputje nga tërësia nga pjesa e Kievit. Pra, janë çështje të komplekse në aspektin e qëndrimeve. Prandaj qëndrimi i Zelenskit në Beograd është një qëndrim i cili ishte për të përcaktuar qartas e interesin e tij nacional, pra që rajonet të aneksuara nga ana Moskës zyrtare nuk mund të vendosin mbi çështjen e shkëputjes së Kosovës nga territori i Serbisë, prandaj e bëri këtë analizë se po Kosova është pjesë përbërëse e Serbisë dhe nuk të ndryshoj qëndrimin. A ka qenë një vendim apo një qëndrim i papritur? Jo. Pavarësisht që Kosova është pjesë përbërëse e Unionit, të themi, ushtarak, të Komitetit ushtarak në udhëheqjen e Britanisë së Madhe, Shtetit Bashkuar të Amerikës sa përket mbështetjes së forcave ukrainase, qoftë përmes trajnimeve të ndryshme apo elementeve të tjera. Ukraina tani e ka vendosur interesin e saj mbi interesin apo mbi qëndrimet apo mbi mbështetjen ndërkombëtare. Vendimi dhe veprimi i Kosovës në këtë rast, largimi i flamurit të billboardit të Si e komenton këtë? Unë mendoj që ishte një veprim i duhur. Fakti që kemi patur një reagim të zbet edhe nga nivelli politik i Republikës Kosovës në këtë mes nga institucionet përkatëse Ministria e Jashtme, unë mendoj që do kishte me qenë më ashpër qëndrimi, ku themi më ashpër jo në atë kuptimin të një tonelate të asoj, po. Është punuar realisht mjaftueshëm për të krijuar një lidhje më të fortë mes Kosovës dhe Ukrainës përkundër krejt këtyre elementeve që ne i përmendëm më parë. Asnjëherë Kosova ka tentuar që të lëviz në ujërat e patronatit të Shtetit Bashkuar, patronazhit që Shtetit Bashkuar të Amerikës që kanë udhëhequr këtë çështje, pra mos të dalë në pa shumë, po mos mbetet anash nga kërkesat që mund të vijnë nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Britania e Madhe sa përket mbështetjes për ushtrinë ukrainase. Ministria e Jashtme e Republikës Kosovës do duhet të ishte edhe më ashpër. Unë mendoj që në këtë segment edhe shtetet të tjera, përjashto tani, sepse ne tani me pastaj ku ne nuk reagojmë si shtet, e shoqërojmë tani nga pjesa e Tiranës pse nuk reagoi Tirana. Unë mendoj që Tirana mund të reagoj, mund të mos të reagoj, po mendoj që do kishte më me reago ato shtete që kanë njohur Republikën e Kosovës. Kjo do të ishte edhe më rëndësishme. Po, do duhet të ishte për reagim Shtetet Bashkuara të Amerikës, do duhet të kishte në reagim Britania e Madhe. Ne kemi një reagim të Pikërisht kjo është pyetja, kjo dëshmon faktin që kemi një diverzitet të madh, kemi një shkëputje nga realiteti politik në të cilën ne jemi duke lëvizur, duke qëndruar si Kosovë, po flas në raport me faktorë ndërkombëtare. Prandaj kjo neglizhencë jone institucionale. Është edhe se ndëgjova bisedën paraprake me avokatin në fjalë, pra mos konstituimi i institucioneve të Republikës Kosovës. Mos seriozitetin në fakt. Apo ide që s'po na marrin më seriozisht? Pikërisht mos veprime të duhura institucionale, të jetës publike, të barzëve të institucioneve të Kosovës nuk kanë vepruar dhe nuk janë duke vepruar qartësisht drejt në raport me kërkesat që mund të vijnë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe nga partnerët tanë, se ne do duhet ta përmbyllim një çështje të konstituimit të institucioneve, të vazhdojmë tutje. Prandaj kjo neglizhencë, kjo lojë politike, de facto më pastaj reagimet të tilla si Zelenskit nuk marrin ndonjë reagim edhe nga faktorë të ndryshme të cilët e njohin Republikën e Kosovës. Pra, imagjinoni, jemi në një tavolinë vizuale, të themi në pjesën me Ukrainën dhe vendet e tjera anëtare të NATO-s, dhe ne kemi përballë një shtet që thotë ne nuk e njohim pavarësinë e Republikës Kosovës, dhe kemi 10 shtete në atë tavolinë që njohin Republikën Kosovës dhe asnjëri nga ata nuk quhet për ditën ndal stop, sepse Kosova është një çështje faktike, një çështje reale, madje edhe argumentuar me një vendim të GND-s. Pra, kjo dëshmon faktin të humbja atij sensi të asaj lidhje diplomatike që Kosova e ka gëzuar në të kaluarën. Është faktike. Sot është shumë keq, sot është, themi gati, inexistent lëvizja e diplomacisë kosovare në arenën ndërkombëtare. Pasojat do t'i vrejmë më vonë, apo veç kemi filluar që tani t'i shkruaj? Pasojat janë imediate, pasojat janë të prekshme, pasojat mund të vështërsohen në aspektin e asaj të rikthimit të bisedës paraprake që patëm. Pra çështja në rast se Serbia do lëviz në drejtim të çfarë do formën të cënimit dhe rrezikimit të sigurisë
në Kosovë, a do të reagoj faktorin ndërkombëtar? Kjo është pyetje me të cilën unë ballafaqohem çdo ditë duke bërë vetvetes. Si qëndron Kosova në raport me faktorin ndërkombëtar në aspektin politik? A do të ketë reagim nga faktori ndërkombëtar politik ndaj ndonjë veprimi i mundshëm nga ana e Beogradit zyrtar? Pra, duke ditur disponimin, duke parë intensitetin e politikës së Serbisë. Ju kujtohet të dona, Serbia është pjesë e partneritetit strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne nuk jemi. Pra është arritur në nivelin diplomatik se Serbia ka një avantazh me hapa bukur shumë të theksuar në raport me Republikën e Kosovës. Prandaj do duhet ishte deklarimi i Aleksandar Vučić mbi shkëputjen për divimin e rrjedhës së lumit të Ibrit, një reflektim për nivelin politik, të formohen institucionet, krijohen mekanizma përkatës, të forcohet legitimiteti politik dhe më pastaj faktori diplomatik i Republikës Kosovës, të trokas në çdo kancelari, në ato emisione që ne kemi prezant në ato shtete, të A do të mund të avokohet. gjejnë dyert të hapura edhe mbas krejt kësaj? Unë mendoj dhe po shpresoj që ne nuk kemi hyrë në një qark të mbyllur të proceseve zgjedhore, pra themi hipotetikisht ne do të përfundojmë në bazë të katrahurës juridike, se kemi një katrahurë juridike jo politike, sepse të gjithë veprimet politike po i mshehim me veprimet juridike. Të kemi zgjedhje me 27 dhjetor, më pastaj kemi zgjedhje prapë në muajin prill të 2027-s, kemi prapë zgjedhje në shtator të 2027-s, pra nëse hymë në këtë rreth apo në vizion të mbyllur, padyshim që niveli diplomatik do të avancojë tutje dhe ne do të mbesim në aspektin regresiv sa përket pozicionimit të Kosovës si një shtet serioz, si një shtet i cili merr përgjegjësi për afërmimin dhe për kultivimin e kulturës dhe demokracisë bashkëkohore në Kosovë dhe më gjerë. Dhe në një situatë të tillë, në një skenar të tillë ku kemi zgjedhje pas zgjedhjeve, ku mbetet çështja e sigurisë? Ne kemi fatin që kemi krijuar institucionet tona. Ne kemi mekanizma përkatës, por që leadershipi politik, udhëheqësit i shtetit Kosovës, mungesa e tyre, padyshim që e vështirëson veprimin e institucioneve tona të sigurisë në raport me kërcënimet që mund të vijnë nga ana e këtë rast nga ana e Serbisë. Prandaj do duhet që përfaqësuesit tanë politik të zgjedhën nga zgjedhjet demokratike, më demokratike që kemi thënë në emisionin juaj, të mundshme në rajonin e Ballkanit për numër. Të mendojnë një herë qartazi për Republikën e Kosovës, për shtetin e Kosovës dhe mbi këtë bazë të merren vendime konkrete që të avancohet çështja e shtetit, jo çështja e fragmentizimeve politike për interesat e grupacioneve përkatëse. Dhe me që të kemi këtu dhe sot është mbajt konferenca e ambasadorëve të Kosovës, kemi dy deklarimet e para të zonjës Haxhiu që lidh me këtë elementin e Urit Tibër, që thotë ajo u ka bërë thirrje ambasadorëve në Kosovë që vendet ku shërbejnë të ngrenë çështje që lidhen me Serbinë, krimit e luftës dhe zhvillimet që sipas saj paraqesin kërcënim për sigurinë e Kosovës. Më pas kemi një tjetër deklaratë zotrit Kurti që thotë zgjerimi ushtarak i Serbisë lidhet me sulmimet e saj hegemoniste. Një reagime të tilla, komente të tilla të cilat vinë në për konferenca si kjo që po bëhet sot dhe do të zgjasë deri me 12 gusht, kam informacione si shihni. Pra jemi në një tavolinë me ambasadorët në këtë radhë. Unë mendoj figurativisht do duhet që niveli udhëheqës politik, pavarësisht të atij elementit a janë fuqiplot në kryen e mandateve, sepse faktikisht Kosova është duke mirëmbajtur me ushtrues të detyre në mekanizme përkatës udhëheqës politik. Do duhet që nivelit diplomatik, nivelit diplomatëve të Republikës Kosovës të jenë më vigilent në njërin anë. Në anën e dytë, në pikën e dytë do duhet jenë më këmbgulës në pozicionet e tyre që i kanë në vendet ku ata kanë dhe janë të akredituar, dhe elementi i tretë marrin punën e tyre serioz. Sepse do duhet tani më ka orë koha që ne të flasim i haptazi diplomatët e Republikës së Kosovës. Një pjesë shumë e madhe e tyre, vetëm janë ato sa për ta marrë benefitin si diplomat dhe asesi për të kryer ndonjë shërbim esencial të diplomacisë së interesit të Kosovës në shtetin që ata përfaqësojnë. Prandaj në këtë segment do duhet që pas kësaj konference diplomatët tanë të marrin informacione të relevante nga kryeministri i detyrës, nga ushtruesi i detyrës së presidentes, dhe mbi këto informacione që ata do i marrin mund të jenë konfidenciale, më pastaj të kthehen në vendet e tyre ku i kanë misione dhe të avokojnë dhe njëkohësisht kërkojnë takimet më të shpeshta, të jenë prezent më shumë në ministritë e jashtme, ta themi vizualisht e dona, ta vendosin nga një shatar në çdo ministri të jashtme ku ata kanë përfaqësitë të tyre.
sepse është tjetë imediate, tjetë rëndësishme që Kosova të ketë zërin përpos elementit rajonal, përpos asaj lidhje tradicionale strategjike që kemi me shtëpinë e barë, me Britaninë e Madhe, me Gjermaninë, nga pjesa formale, të jemi substancialisht brenda politikave të atyre shteteve. Këtu është mungesa e vullnetit, mungesa e kurajos. Prandaj këtu do duhet jetë vullneti i institucioneve tona politik bërëse, do duhet jetë vullneti i diplomatëve tanë, që t'jenë substancialisht në ministritë e jashtme në ato vende që ata prezentojnë me misionet e tyre. Dhe përveç kësaj pjese që është qëndësore, për të mos thënë ndoshta edhe etike për Kosovën, njëra prej pjesëve që më shumë t'i komentohet kur flasim për kërcënime dhe deklarata të ndryshme propagandistike nga ana e Serbisë, është fuqizimi i akterëve të rëndësishëm sigurisë, siç është policia dhe ushtria e Kosovës. Po punohet sadopak në këtë drejtim? Në një situatë të tillë politike ku ne kemi edhe shkelje të kushtetutës? Është fati në fatkeqësi, ta themi. Okay. Fatkeqësia është politika, fati që ne kemi krijuar institucionet tona, jo po të nxoj policinë, ushtrinë, AKY-n. Janë tri elementet esenciale dhe kruciale të cilët veprojnë sipas normativës, por njëkohësisht sipas një plani dinamik të tyre, të harmonizuar paraprakisht edhe me partnerët me të cilët ne korrespondojmë. Derisa ne kemi një pavarësi brenda këtyre mekanizmave, sepse unë shoh dona një tentativë nga deklarimet politike që ata kanë të drejtë edhe të deklarohen një baltosje të mekanizmave tona të sigurisë. Kjo është një gjë shumë negative. Prandaj mekanizmi i sigurisë do duhet ndodhë nga nivelli politik dhe veprimet politike që mund të ndërmojnë nga cilat do qeverisje. Prandaj këto dy elementet janë esenciale dhe mbi këtë bazë këto mekanizma veprojnë, koordinohen dhe ndërmojnë veprime konkrete për të ruajtur sigurinë publike, sigurinë nacionale dhe për të arritur një stabilitet të kërcënimeve eventuale nga jashtë që mund t'i kërcënojnë sigurisë së Kosovës. Po mbi gjitha duhet me vazhduar i pas syt hapur përderisa kemi kaq afër një armik të përbetuar. Unë po shpres. Ne duhet të lejojmë që krejt kjo gjendje politike të ndikojë në këtë aspekt apo jo. Unë po shpresoj dhe kam bindjen dhe përshtypjen që pjesa e sigurisë e shohin qartë as kërcënimin real, sepse ne nuk po flasim për një shtet agresor që është Serbia, e cila mund të jetë me qindra kilometra larg. Po ne po flasim për një Serbi të cilën ne kemi fëmijë. Po një Serbi që asnjëherë s'ka pushuar së rreshturi në drejtim të dëmtimit të imazhit ton politik ndërkombëtar sigurisë. Ju kujtohet janë disa politika që zhvillohen brenda Akademisë së Shkencave të Serbisë, ku një nga tezat kryesore të saj të instaluar madje në faktorin diplomatik para 2008 ishte se Kosova dhe kosovarët, nga shqiptarët, nuk din ta mbajnë shtetin. Ne me pastaj e kundërargumentuam në atë periudhë, i formuam institucionet, e shpallim Kosovën shtetë të pambarë, Union mbi 180 vende shtete, avancuam diplomatikisht. Dhe që tani ka regres, sepse leadershipi politik, pozit dhe opozit, janë duke forcuar pikrisht atë narrativ, atë tezë të cilën e kanë plasuar Akademia e Shkencave e Serbisë, kosovarët dhe në këtë rast shqiptarët nuk dinë ta mbajnë shtetin. Prandaj këtu do duhet të jetë avokimi i ndërgjegjës së secilit përfaqësuesi diplomatik, politik në Republikën Kosovë që të mendojnë për shtetin, mendojnë për atë armën, por njëkohësisht edhe për kërcënimet dhe rreziqet që mund vjen nga ana e palës së Serbisë. Dhe një pyetje të fundit që do ta ndërlidhim edhe me një lajm të cilin e kemi marrë para pak minutash, përderisa do të vazhdojmë diskutimin, të lutem fleta provo që të marrësh zotrin Arbrash. Lajmi thot kështu, pas 27 vitesh, policia e Kosovës ka nisur marrjen e përgjegjësisë për sigurinë në urën kryesore mbi lumin Ibër në Mitrovic. Sipas burimeve, nga sot, policia e Kosovës ka filluar të marrë përgjegjësinë për sigurimin e urës, e cila për vite me radhë ka qenë nën përgjegjësinë e misioneve ndërkombëtare të sigurisë. Ky zhvillim shënon një hap tjetër në procesin e kalimit të përgjegjësive të sigurisë tek institucionet e Kosovës. Ura mbi lumin Ibër ka qenë për vite një nga pikat më të ndjeshme të sigurisë në Mitrovic dhe është simbol i ndarjes së qytetit, thuhet në lajmin e Rrethove 21.tv. Si do ta komentonit këtë moment? Pra, pas kaq vitesh kemi largimin
nëse zgaboj kanë qenë kryesisht karabinierët që kanë ndetur në atë pikë të urës dhe sot vetosin e policisë Kosovë. Unë mendoj që është një hap i dur, një hap i cili nuk ka ndodhur rastësisht, apo nuk ka ndodhur një hap ad hoc, po është bërë një analizë e thotë të keni vërejtur takimet që mbajtur në Film City mes komandantit të KFOR dhe përfaqësuesve të ndryshëm të anëtarëve të NATO që kanë përfaqësues të tyre në Kosovë, ka pasur një shuttle diplomaci ushtarake të KFOR-it edhe në nivelin rajonal, po negociojnë edhe me aktorët relevantë të sigurisë në Republikën e Kosovës. Unë mendoj që në pas asoj që mund të vreja parë të parë që të hynë në emision ishte fakti që ka një prezencë të një veture të karabinierët, që padyshim nuk do të jenë më në numrin siç ka qenë më herët, me qenë se ambienti sigurisë nuk është i kontaminuar, nuk ka rrezik permanent, siç ka ndodhur në të kaluarën. Prezenca e policisë Kosovës ato është një bardha, një përgjegjësi edhe për ta në rast se do të ketë ndonjë incident, reagimi i tyre. Pra këtu do duhet tani me të kemi një profesionalizëm të vazhdueshëm, që kemi treguar në mënyrë sistematike, çfarëdo rasti që mund të na vije në përballje të asoj kërkesë që na ka dhënë, na është demonstruar nga ana faktorë ndërkombëtar në drejtim të Kosovës, sepse e do çka mund të themi jo vetëm në të segmenti i policisë së Kosovës do të kemi bashkët më të tjeshëm. Kjo është më shumë vizuale, po është një farë përgjegjësie dhe një farë mesazhi politik dhe i sigurisë. Po ne do kemi edhe përgjegjësi të reja që do t'i marrim nga KFOR-i sa i përket të elementi i ushtrisë. Pra Forca e Sigurisë Kosovës do të ketë mundësi veprimi dhe operimi edhe në pjesë të ndryshme apo në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Kjo është një dëshmuese e qartë një profesionalizmi të treguar në arenën ndërkombëtare nga vetë mekanizmi i sigurisë. Por që nuk do duhet ne të gëzohemi shumë, po duhet punojmë në mënyrë vigilante, në mënyrë konstante dhe për të përmbushur këtë detyrë dhe këtë përgjegjësi që është dhënë nga ana e faktorëve ndërkombëtar sa i përket stabilitetit dhe sigurisë publike dhe nacionale. Dresan Shala, faleminderit shumë për gatishmërinë që gjithmonë të bësh analiza të tilla kaq të thella që konsideroj që janë shumë të rëndësishme për opinionin. Faleminderit shumë për ftesën, grazie. Faleminderit juve.